Shega çfarë simbolizon? Shega simbolizon shumimin, barasin, paqen, edhe me sa pashtet ChatGPT-ja, dashurinë dhe martesën, po inshallah vona shitet martohen në rrap. Kol Sinani nga fshati Shyta i Petrel na tregon punën e tij si fermer në kultivimin e shegës, një frut që për të simbolizon barasin dhe dashurinë. Tu jemi në një fermë multi-pemtore, ndër të cilat dhe shega za vendin kryesor, ku përfshihen rreth 4 dytim sheg, diku te 150 ronj, 160. Kryesisht shega e ëmbël dividishe, edhe majoshe që është ajo vendi që është pak më e thartë. Shegët këtu varion nga mosha 2 deri në 15-20 vite, në varësi të moshës edhe sasie që prodhojnë. Shega zakonisht fillon prodhimin në vitin e 3 pas mbjedhjes. Në fermën e Kolit çdo sheg që e kultivon është plotësisht natyrale. Ka rreth 10 ditë 2 javë që kanë të fillon mas, domethënë që edhe tregu e esën, por edhe kanë kohën e tyre tani. Një sheg mund të prodhojë nga 10 kg deri në 100 kg një ronj. Por që një vit i mbar, një sheg mesatare prodhon diku te 20 kg. Tu çdo gjë është natyrale, jo bio, natyrale. Ku i çoni, a keni treg? Nëpër supermarkete, kryesisht, edhe në klient familjar që vinë direkt në fermë, mundësisht i vjelin dhe vetë. Shega në çmim shumice, sot që ne po flasim, shkon 100 lekë kilogrami. Në çmim pakice 1000-1500 është cilësia e parë është 1500 lekë. Shegët që prodhon janë të varieteteve të ndryshme, të zgjedhura me kujdes për cilësinë dhe shijen e tyre. Shegët janë disa varietetesh. Ka varietet që ha kokër, ka varietet për lëng, ka ato që piqen më vonë, që janë ato të thartat. Tani për momentin konsumohet shega e ëmbël, dividishja, që konsumohet direkt kokër. Pas shegëve, kultura e dytë më e rëndësishme në fermën e Kolit janë agrumet, si portokalli, mandarinat, limoni dhe qitro. Janë disa kultura, shumë agrumet, janë kultura e dytë pas shegës, dhe ato duhet 150 ronj dhe ato, si mandarina, portokalli, qitro, limoni.